Mirëmbrëma të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në ABC News, unë jam Juli Krisafi. Izraeli përshkallëzon konfliktin në lindjen e mesme pasi nisi mbrëm një sulm mbi Iran duke goditur objektiva ushtarake dhe centrale bërthamor. Kryeministri Netanyahu tha se operacioni synon të zbraps kërcënimin iranian ndaj Izraelit. Midis vendeve të goditura është edhe impjanti uraniumit në Natanz, 6 baza ushtarake rreth Teheranit, si dhe u vran shefi i Gardës Revolucionare dhe 6 shkencëtar bërthamor. Izraeli mbyll ambasadat dhe hapësirën ajrore si mas sigurie. Në Rinas anullohen fluturimet Tel Aviv, Tiranë dhe Anasjeltas. Izraeli po vijon sulme ndaj Iranit teksa shpërthime janë dëgjuar në të gjithë vendin. Forcat ajrore izraelite thanë se po shënjestrojnë infrastrukturën dhe fabrikat e raketave balistike të Iranit. Media ndërkombëtare raportojnë se janë dëgjuar sulme në zonën e centralit bërthamor Frodov në jug të Teheranit. Në sulmet e natës, Izraeli shënjestroi baza bërthamore dhe ushtarake, si dhe ndërtesa banimi të zyrtarëve iranian. Media shtetërore iraniane thanë se të paktën 78 persona humbën jetën nga sulmet dhe më shumë se 300 të tjerë u plagosën. Izraeli goditi më shumë se 100 objektiva në territorin iranian me rreth 200 avion ushtarak që morën pjesë në operacionin Luani në ngjitje. Figura kyçe të ushtrisë iraniane, mes tyre edhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, komandanti i emergjencave, si dhe komandanti i Gardës Revolucionare, General Major Hossein Salami, u vran gjatë sulmeve. Irani humbi gjithashtu 6 nga shkencëtarët e tij bërthamor. Pas disa sulmesh të vazhdueshme, Izraeli mori masa për të mbrojtur nga incidente të mundshme dhe mbylli ambasadat dhe konsulatat në të gjithë botën. Ambasada izraelite në Shqipëri u bëri thirrje qytetarëve të saj të qëndrojnë të sigurt dhe të mos postojnë për vendodhjen e tyre në rrjetet sociale. Në përgjigje të situatës, fluturimet nga Shqipëria drejt Izraelit u anuluan të premten. Sipas të dhënave nga faqja zyrtare e aeroportit të Rinasit, janë anuluar 2 fluturime nga Tel Aviv, që pritej të mbrinin në Tiranë gjatë pasdites së të premtes. Po ashtu edhe fluturimi që ishte parashikuar të nisej nga Tirana në orën 17:20 drejt Tel Avivit është anuluar. Pas sulmeve, hapësira ajrore kombëtare e Izraelit, Iranit, Irakut dhe Jordanis u mbyll dhe linjat ajrore i anuluan fluturimet për arsye sigurie. Tel Avivi zyrtar njoftoi se ndërmori operacionin për shkak të rrezikut që Irani përbënte për Izraelin. Inteligjenca izraelite tha se Irani ishte gati të përfundonte procesin për prodhimin e 15 bombave bërthamore. Izraeli sulmoi objektin e pasurimit të uraniumit në Natanz dhe sipas Agjencisë për Energjinë Bërthamore të Iranit, në objekt ka pasur rrjedhje kimike ose radioaktive, por jo jashtë tij. Pas operacionit, që shënon një përshkallëzim të ndjeshëm të situatës në lindjen e mesme, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu foli në telefon me presidentin amerikan Donald Trump. Ai po ashtu pati një bisedë me Vladimir Putin. Zyra e Netanyahu tha se dy liderët treguan mirë kuptim për të drejtën e Izraelit për të mbrojtur nga Irani. Ndërkohë Netanyahu tha se kishte informuar Shtetet e Bashkuara për sulmin që Izraeli ndërmori ndaj Iranit. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u zotua për një akmarrje të ashpër, duke thënë se Izraeli do të ketë një fat të hidhur. Irani u kundërpërgjigj sulmit izraelit, duke shënjestruar atë me 100 dron ushtarak, të cilët u rrëzuan nga mbrojtja ajrore. Gjatë sulmi, Izraeli goditi edhe gjithë zinxhirin komandues të ushtrisë iraniane. Shefi Gardës Revolucionare dhe komandant të tjerë si dhe 6 shkencëtarë bërthamor iranian janë vrarë. Sulmi izraelit ndaj Iranit këtë të premte i dha një goditje sismike jo vetëm programit të tyre bërthamor, por gjithashtu edhe zinxhirit komandues të Teheranit, pasi u raportua se 3 gjeneralet më të lartë të vendit u vranë së bashku me 6 shkencëtarë bërthamor. Hossein Salami, komandanti i korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, ishte udhëheqësi më i lartë që u eliminua nga Tel Avivi në këto sulme. 65 vjeçari ishte i njohur për mbajtjen në një qendrimi të ashpër kundër rivalëve të Iranit, duke përfshirë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Muajin e kaluar ai kishte paralajmëruar se Teherani do të hapte portët e ferrit për çdo që do ta sulmonte. Sulmi izraelit vrau gjithashtu Muhamet Bagherin, shefin e shtabit forcave të armatosura të vendit. Bagheri ishte një ndër figurat kryesore ushtarake të Iranit, i cili kishte luajtur role kyçe në të gjitha operacionet kryesore të luftës që prej revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979. Figura e tretë e lartë brenda udhëheqjes ushtarake të Iranit që u vra në sulmin izraelit ishte komandanti i shtabit qendror Gholam Ali Rashid.
Rashid, i cili ishte përgjegjës për koordinimin e forcave të armatosura të Iranit në kohë lufte, njihej si një ndër personat me lidhje të ngushta me udhëheqësin suprem të Iranit Ali Khamenei. Për te udhëheqjes ushtarake u vranë edhe 6 shkencëtar të rëndësishëm bërthamor. 2 më të rëndësishmit prej tyre ishin Fereidun Abbas Davani, i cili kishte shërbyer si kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit nga viti 2011 deri në vitin 2023 dhe më pas kishte qenë pjesë e parlamentit nga viti 2020 deri në vitin 2024. Tjetri ishte Muhammad Mehdi Tehranchi, i cili ishte drejtuesi i Universitetit Islamik Azad në Teheran. Izraeli ka një histori të suksesshme në vrasjen e zyrtarëve të sigurisë dhe shkencëtarëve bërthamor iranian, por më parë në përgjithësi ka bërë diçka të tillë si pjesë e luftës së tij në hije me Iranin, duke sulmuar kështu Libanin apo edhe Sirin. Sulmet e të premtes treguan një përshkallëzim të ronditës të kësaj taktike. Donald Trump paralajmëron Iranin të pranojë sa më parë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës para se të jetë vonë dhe të përballet me sulme të tjera me pasoja edhe më të rënda. Në një reagim pas sulmit izraelit mbi Iran, presidenti amerikan thotë se i kishte dhënë Teheranit disa shanse për të arritur një marrëveshje kundër pasurimit të armëve bërthamore, por ishte shpërfillur. Irani është tërhequr nga bisedimet e radhës me Shtetet e Bashkuara, ndërsa Washingtoni po zhvendos anije luftarake pranë lindjes së mesme në gatishmëri për ndonjë reagim. Irani është tërhequr nga bisedimet e radhës me Shtetet e Bashkuara, që ishin planifikuar të mbaheshin të dielën në Oman. Vendimi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi të premten Iranin se do të përballet me bombardime akoma më vdekjeprurse nëse nuk pranon një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për të ndaluar zhvillimin e programit të tyre bërthamor. Paralajmërimi i Donald Trump erdhi pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se nuk ishin bashkëpunëtore në sulmin që Izraeli kreu ndaj bazave të zhvillimit të armëve bërthamore dhe objektivave ushtarake. Kreu i Shtëpisë së Bardhë deklaroi se i kishte paralajmëruar Iranin mbi kapacitetet ushtarake që ka Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. I kam dhënë Iranit shans pas shansi për të bërë një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht se shumë ju ofruam kësaj marrëveshje, nuk e arritëm diçka të tillë. Unë ju kisha thënë atyre se Shtetet e Bashkuara prodhojnë pajisjet më vdekjeprurësa në botë dhe Izraeli ka shumë prej tyre. Shikoni çfarë ndodhi, të gjithë ata vdiqën. Situata vetëm sa do të përkeqësohet. Ka pasur vdekje dhe shkatrim të madh dhe situata vetëm do të përkeqësohet me sulme edhe më brutale. Irani duhet pranojë një marrëveshje me ne përpara se të mos i mbetet asgjë. Disa orë pas paralajmërimit të Trump, 2 zyrtarë amerikanë i thanë Associated Press se Shtetet e Bashkuara po zhvendosin burime ushtarake për fshirje anije në lindjen e mesme në gatishmëri të një sulmi të mundshëm hakmarrës nga Teherani. Marina amerikane ka udhëzuar anijen USS Thomas Hudner të fillojë lundrimin drejt mesdheut lindor dhe ka udhëzuar një anije të dytë të fillojë të lëvizë përpara në mënyrë që të jetë e disponueshme nëse kërkohet nga Shtëpia e Bardhë. Presidenti amerikan Donald Trump tha për Fox News se Shtetet e Bashkuara ishin njoftuar nga Izraeli për sulmin që ata do të kryenin, por shtoi se Washingtoni nuk ishte i përfshirë në operacion. Kreu i Shtëpisë së Bardhë pritet të mbledhë këtë të premte kabinetin e tij për të diskutuar përgjigjen amerikane ndaj kësaj situate, pasi Irani kishte kërcënuar më herët Shtetet e Bashkuara se nëse Izraeli do të godiste bazat e tyre bërthamore, atëherë Teherani do të shënjestronte trupat amerikane në rajon. NATO dhe shumë vendet botës po ndjekin me shqetësim konfliktin mes Izraelit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga njëra anë dhe Iranit nga ana tjetër. Kreu i NATO-s dhe lider perëndimor bën apel për uljen e tensioneve dhe depërshkallëzimin e situatës. Kremlini dhe Turqia lëshuan akuzat të forta për Izraelin. Gjithë bota i ka syt në lindjen e mesme, teksa konflikti që të gjithë i friksoheshin në rajon, duket se tashmë ka filluar. Liderët botëror reaguan për sulmet e Izraelit në Iran, duke bërë thirrje për uljen e tensioneve dhe një zgjidhje diplomatike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u bëri thirrje aleatëve për fshirë Shtetet e Bashkuara që të punojnë për të tensionuar situatën. Ishte një veprim i njëanshëm nga Izraeli, tha Rutte. Kancelari gjerman Friedrich Merz u bëri thirrje të dy palëve të përmbahen nga hapat që mund të çojnë në përshkallëzim të mëtejshëm dhe të destabilizojnë të gjithë rajonin. Kryeministri britanik Keir Starmer tha se stabiliteti në lindjen e mesme duhet jetë përparësi. Tani është koha për përmbajtje, qetësi dhe kthim në diplomaci, tha ai. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Franca e kishte dënuar vazhdimisht programin bërthamor të Iranit dhe konfirmoi bindjen në të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten. Ndërkohë Ministria e Jashtme ruse tha se sulmet ushtarake të paprovokuara kundër një shteti sovran antar të Kombeve të Bashkuara, qytetarëve të tij, qyteteve paqësorë dhe infrastrukturës energjisë bërthamore janë kategorikisht të papranueshme. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se sulmet e Netanyahut dhe rrjetit të tij të masakrave, të cilat po i vën flakën të gjithë rajonit dhe botës, duhet të parandalohen.
Shtrenjtohet nafta në tregjet ndërkombëtare pas sulmeve të nisura nga Izraeli drejt Iranit, që prej nisjes para lajmërimeve për sulme, nafta psoi një rritje me gati 13%, ndërsa vetëm sot çmimi u shtrenjtua me 5%. Ekspertët ngren alarmin se nëse eksportet e naftës përmes ngushticës së Hormuzit preken, çmimi i naftës mund të arrijë në $100 për fuqi. Çmimet globale të naftës kanë pësuar rritjen më të madhe ditore në vite, duke reflektuar frikën se një konflikt më i gjerë në lindjen e mesme mund të çojë në ndërprerje serioze të furnizimit me energji. Rritja e çmimeve gjatë së premtes ishte një nga lëvizjet më të larta brenda ditës që nga viti 2022, pasi Rusia filloi pushtimin e plotë të Ukrainës, duke shkaktuar rritjen më të madhe të lëndëve të energjisë. Analistët parashikojnë se nëse eksportet e naftës përmes ngushticës së Hormuzit preken, çmimi i naftës mund të arrijë deri në $100 për fuqi. Për shkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme, pika qendrore e prodhimit global të naftës shkaktoi një rritje të ndjeshme të çmimeve me naftën bruto Brent, e cila u rrit me gati 13% pas përhapjes së lajmit për sulmet, duke arritur nivelin më të lartë që nga janari i këtij viti. Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rriton me $4.60 ose mbi 6%, duke prekur nivelin $73.96 për fuqi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane u rrit me $4.99 ose mbi $73 për fuqi. Për shkallëzimi i konfliktit Izrael-Irak shtoi pasiguritë ekonomike, ndërsa tronditje dhe tregjet e aksioneve, të cilat pësuan në rënje në Azie, po ashtu në Evropë, si në Gjermani, Francë, Itali e Spanjë. Investitorët tashmë po përballen me perspektivën e 2 luftrave dhe një konflikti të vazhdueshëm tregtar, duke nxitur një rivlerësim të rreziqeve. Analistët thonë se në rast se do të preket furnizimi me naftë, presidenti Trump do të kërkojë fuqi rezervë nga OPEC në përpjekje për të mbajtur nën kontroll çmimet dhe për të mbrojtur konsumatorët amerikanë nga ndikimi ekonomik i konfliktit në lindjen e mesme. Kryetarja me mandat të skaduar e gjykatës kushtetuese i është përgjigjur me të njëjtin ton kryeministrit Rama dhe paralajmërimit të tij që kjo gjykatë të mos mbështesë me një kërkesë për rritje pagash të gjyqtarëve që ndërhyjnë në kompetencat e qeverisë. Zaçaj paralajmëron Ramën se vendimet e saj ai duhet t'i zbatojë dhe thot troç se ajo dhe gjykatësit e tjerë nuk janë të lajthitur. Kryetarja e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj ka reaguar e indinjuar ndaj Këshillës së Ramës për të mos lajthitur para kërkesës për të rritur rrogat e gjyqtarëve. Gjithsesi, Holta haron që në kushtetuese e zgjodhi parlamenti, i kontrolluar nga socialist, ndaj ja vendosi Ramës kufirin, jo te thana, por te kritika. Por ky është kufiri mbetet deri tek kritika. Te jo tek presioni, janë deklaratat zakonshme që ne kemi parë nga gjithë palët që përfshihen në proces, përfshi dhe median dhe e konsideroj dhe dua ta citoj, sepse ndonjëherë jeni ju të medias që jepni zë më shumë se ç'duhet ndonjëherë mendimeve, opinioneve që jepen për vendimet tona. Por përtej mërzisë së zonjës së kushtetueses me Edi Ramën dhe ABC News, kryetarja e gjykatës kushtetuese nuk e sheh më si problem mos zbatimin e vendimeve të saj nga kuvendi. Nuk besoj që jemi te ky elementi i mos zbatimit. Stadi i zbatimit ose zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese tregon në fakt stadin e demokracisë. Sigurisht kemi ende punë për të bërë. Gjithsesi, ajo e kishte edhe i mesazh për Edi Ramën, tani që mendon që edhe ajo mund të kërcënojë me fjalë ama. Vendimet tona janë të zbatueshme. Ka vendime të caktuara të cilat politika besoj merr koston e vet nëse nuk i zbaton. Ndërkohë vetë Zaçaj nuk zbaton një vendim që tashmë është marrë për të. Ajo duhet largohet, por e pushtuar nga shpirti i sakrificës, ajo mendon se po qëndron, jo se ka dëshirë, por sepse ka hallin e funksionimit të gjykatës kushtetuese. Që gjykata funksionon e pavarur e paanshme, sigurisht mendimet që vijnë nga të gjitha anët, përfshirë edhe mendimet që jep media, ndonjëherë duke verifikuar burimet e informacionit, ndonjëherë duke mos i verifikuar ato, ne i çmojmë, por në thelb është e rëndësishme që publiku të jetë i mirë informuar, të marrë informacion e dur, të bëjë vendimet e dura në kuptimin e investimit të gjykatës dhe nga ana jonë ne të sigurojmë publikun që në fakt ne jemi të pavarur të paanshëm dhe do të bëjmë punën tonë pavarësisht se kush janë interesat apo se si mendojnë palët e përfshira në proces dhe jo vetëm. E vetmja gjë që Zaçaj nuk foli është nëse do të mbështesë apo jo një kërkesë që në fakt
rrit direkt rrogën e saj. Ajo nuk foli nëse në këtë rast është në konflikt interesi apo se po ndryn në punët e qeverisë, e cila përcakton shkallën e pagesave në vend si administratore e shtetit. Në një detaj tjetër të vogël, por jo të parëndësishëm, gjykata kushtetuese reagoi vetëm ndaj kryeministrit Rama, i cili e konsideron rritjen e pagave të gjyqtarëve si lajthitje, dhe jo ndaj liderit të opozitës, Sali Berisha, që po ashtu e quajti absurde, apo akuzoi gjyqtarët e rinj që si të vjetrit merrnin rishfet. Ndoshta shpreson se opozita do ta mbrojë atë dhe Sonila Bejten, bashkëshorten e drejtorit të Syri Televizion, që të vazhdojnë të mbajnë në shkelje të vendimeve të vetë kushtetueses, postet e tyre tashmë prej 3 muajsh me mandat të skaduar. KAS nuk pranoi rinumërimin në qarkun e Elbasanit, pa verifikuar më parë proces verbalet dhe fletvotimet në kutit e 2 KZAZ-ve në Gramsh dhe Peqin. KAS vendosi sot hapjen e kutive në këto 2 bashki, më pas do të vendos mbi kërkesën e Partisë Demokratike për pavlefshmëritë të zgjedhjeve në qarkun e Elbasanit. 97 kuti të Peqinit dhe Gramshi do të hapen për të verifikuar materialet zgjedhore. Rinumërimi i fletëve të votimit nuk do të bëhet për efekt rezultati, por për të krahasuar nëse ka mos përputhje me proces verbalet. Ne shfrytëzuam pikërisht të drejtën që na jep pika 3 në 136 të kodit dhe vendosëm që me kërkesën tonë të pranojmë hapjen e të gjitha kutive për të materialeve zgjedhore për KZAZ-t 45 dhe 52 dhe eventualisht të gjitha kutit e votimit për efekt të rakordimit të gjetjeve në kutit e materialeve zgjedhore. Hapja e këtyre 2 kutive për KZAZ-t e qarkut të Elbasanit u bë me kërkesë të 2 antarëve të PD në KAS, pas pretendimeve të demokratëve për fenomenin e trenit bullgar, i cili është rrëzuar si nga policia, ashtu edhe nga KQZ, por deklaratat e fundit të këtij institucioni duket si i kanë dhënë një tjetër alibi demokratëve për të akuzuar kundërshtarët për manipulim. Kostoja për dërgimin dhe marrjen mbrapsht të një zarfi është 37.5 euro. Qose Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë një vlerësim paraprak që do kursej 2 milion euro. Shumë pjesëtim matematikor është kjo, a do të thotë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një vlerësim që të paktën 53.000 raste mungon në nënshkrimi i zgjedhësit. Diferenca midis buxhetit, fondit limit dhe vlerës së ofertës fituese është ajo që është kursyer. Të njëjtën, KQZ refuzoi të bëjë pagesën e plot prej 9.2 milion eurosh të DHL-s për shpërndarjen e fletëve të votimit, duke kërkuar fatura të detajuara për çdo shtet, bashkë me një kopje të firmave të emigrantëve që kanë tërhequr zarfet. Sali Berisha ka bërë publike për herë të parë sot se kënga Dumanët ai preferon. Kreu i Partisë Demokratike vlerësoi Nureddin Dumanin si trim dhe kurajoz, pasi ai ka denoncuar oficer të korruptuar policie, të cilët sipas tij Dumani tjetër, Altini i Spakut, nuk po i heton ashtu siç nuk po heton edhe krimet zgjedhore në Durrës dhe Elbasan. Berisha denoncoi Spakun se po përsekuton Ilir Metën dhe i ka kufizuar atij mundësinë për të luajtur ping-pong në burg. 2 persona me mbiemrin Dumani janë të famshëm në drejtësi, Altini dhe Nureddini, sigurisht në krahët e ndryshëm të barikadës së ligjit. Sali Berisha më në fund i gjeti zgjidhje, i ndryshoi mbiemrin kreu të SPAK, por shumë duke i shqetësuar, mos ishte mërzitur i penduari i madh i drejtësisë. Se nuk duhet të fyjmë emrin Dumani me Dumanin më. Dumanin do e quajmë Altin Troplini. Berisha për herë të parë sot tregoi pse vrasësi me pagesë është kthyer në Dumanin e tij të preferuar. Se si i akuzuar nga Nureddin Dumani, krenar Guçe, si oficeri ndërlidhës i bandës, bashkëpunëtor i bandës, si pas dëshmisë së Nureddin Dumani, lartësohet në zëvendësdrejtor dhe nuk arrestohet nga Altin Troplini. Dhe për të kthyer tek halli i zgjedhjeve, doktori sërish nxori një tren të tretë bullgar, por treni i tretë përshkruaj me një video turbull të shoqëruar me pretendimin se i votues kishte 2 fletë votimi, si dhe një gisht që pretendon se është i majt. Revolja. Me gisht revolje. Revolen si gjithmonë e sheh vetëm doktori dhe ne vdekatarët normal, por për të ecur treni bullgar, doktori kësaj radhe e shtyu drejt burgut.
Aty sipas tij ka qenë komisioni vërtet i numërimit të votave në Elbasan. A mund të imagjinoni ju nga 102 votat vlefshme e adhuruara pafundësisht Sara Mile merr 92 vota, kurse Shullazi Uluziu i ngarkoi Shullazit 313. Emiliano ka detyruar Mili Partis të burgose 313 të votojnë për kandidatin e partisë. Por ka një problem. Në kutinë reale të votave në burgun 313, kandidati më i votuar opozitar ishte Ilir Meta, por doktori tregon se ndryshe nga pasuritë për të cilat akuzohet, këtë radhë Ilir Meta i ka fituar ato vota me djers. Kryetari i partisë dytë më të madhe opozitare, Ilir Meta, mbahet në burg dhe me urdhër të Edi Ramës i hiqet e drejta aktivitetit fizik ping-pong për 10 ditë se ka folë në telefon basor shtetë. Gjermania vlerëson hapat e Shqipërisë në rrugën e anëtarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Ambasadori i Gjermanisë thotë se Shqipëria ka bërë përparim rekord në negociatat me Brukselin dhe një punë të shkëlqyer për 4 grupa kapitujt e parë të hapur deri tani. Diplomati i Berlinit thekson mbështetjen e Gjermanisë për qeverinë shqiptare. Ambasadori gjerman në Tiranë, Karl Bergner, shprehet optimist se Shqipëria është në rrugë të mbarë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Me hapjen e 4 nga 6 grup kapitujt të negociatave, Shqipëria ka bërë përparim rekord. Ekipi negociator po bën një punë të shkëlqyer dhe jam i bindur se edhe 2 grup kapitujt e mbetur do të hapen deri në fund të vitit. Megjithatë, sipas kryediplomatit gjerman, donte në një moment kyç procesi i integrimit. Në këtë fazë përballet edhe me sfida. Është si një ndeshje futbolli. Para se të fillojmë, mendoj për taktikat, por ku bie bilbili i parë loja ndryshon. Kjo kërkon më shumë energji për të gjithë. Ambasadën tonë, qeverinë shqiptare, për këtë arsye, ne do të vazhdojmë të përforcojmë bashkëpunimin. Teksa thekson mbështetjen e Gjermanisë për qeverinë shqiptare, ambasadori tregon prioritetet që duhet të ndjekë Shqipëria dhe fokusin në rrugën drejt integrimit. Sundimi i ligjit, qeverisja dhe lufta kundër korrupsionit janë thelbësore, si për Bashkimin Evropian, ashtu edhe për qytetarët shqiptar që na kanë shprehur këtë shqetësim. Jam optimist që Shqipëria do të arrijë shumë prej objektivave që ka vendosur për veten dhe ne do të jemi këtu për ta mbështetur. Këtë muaj pritet që Shqipëria të hap grup kapitullin e 4 që përfshin agjendën e gjelbër dhe ndërlidhjen e qëndrueshme. Ndërsa brenda vitit qeveria synon edhe hapjen e grup kapitullit të fundit të mbetur, ai për sektorin e bujqësisë. Komisioni Parlamentar për Çështje Europiane miratoi pozicionin negociator të Shqipërisë për kapitujt që do të hap këtë muaj në bisedimet me Brukselin. Socialistët bën thirrje që tryeza e këtij komisioni të mos shfrytëzohet për politikë të ditës, ndërsa kryetaria Jorida Tabaku, ndryshe nga qëndrimi i shefit të saj Berisha, tha se Partia Demokratike do të miratojë të gjitha ligjet që lidhen me integrimin. Shqipëria është gati për mbajtjen e konferencës së 6 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian brenda muajit qershor. Komisioni për Çështjet Europiane diskutoi këtë të martë projekt pozicioni negociues për grup kapitullin Agjenda e Gjelbër dhe lidhja e qëndrueshme. Për shkak të konfidencialitetit, mbledhja u zhvillua me dyert të mbyllura, por kryetaria Jorida Tabaku i shfrytëzoi minutat e hapura për të folur për standardet e zgjedhjeve. Edhe pse ndryshe nga kryetari i saj që flet kundër integrimit në Bruksel, Tabaku foli për vot pro të ligjeve që kanë të bëjnë me antarësimin. Partia Demokratike ka shprehur që do të jetë pjesë e procesit integrimit, që do të miratojë ligje që kanë ndikim në procesin e integrimit dhe kemi treguar këtë me fakte. Po kjo nuk do të thotë që ngritja e shqetësimeve qoftë për drejtësinë, qoftë për ekonominë, qoftë për zgjedhjet, qoftë për standardet e shkelura, neve të na bëjë që të veprojmë si mbylllazi dhe ta konsiderojmë atë si një proces mbyllur sepse ai nuk është një proces i mbyllur.
Por deputetja socialiste Mimi Kodeli tha se kjo tryezë duhet të shfrytëzohet për të çuar përpara procesin dhe jo për politikë të ditës. Ne të mund të ndihmojmë, të shtyjmë, të perfeksionojmë një proces që është ëndra e shqiptarëve në shek. Dhe që është një ëndër që po jemi krejt afër realizimit. Kështu që ne jemi suporti juaj jo sepse jemi pjesë e të njëjtës forcë politike, jemi suporti juaj sepse jemi suport i të ardhmes tonë përbashkët, që është shumë e rëndësishme se çdo forcë tjetër politike. Po sot që flasim, këtë proces e drejton ajo forcë politike që qeverisë. Ndërsa deputeti Kreshnik Çollaku bëri thirrje për dialog politik. Dhe pse dyert hapen dhe Shqipëria mbështetet dhe ju e keni një dhe kryeministri kur shkon e ka një argument më shumë, është se opozitën e vendit e ka 100% mbështetet këtij procesi, që është çelësi, konsensusi politik. Grup kapitulli i Agjenda e Gjelbër dhe lidhja e qëndrueshme përfshin politikën e transportit, sektorin e energjisë, mbrojtjen e mjedisit, rrjetet transeuropiane dhe ndërlidhjen infrastrukturore të Shqipërisë me vendet e Bashkimit Evropian si pjesë e rëndësishme e korridoreve europiane. Dritare Xhepi refuzoi të japë sqarime në seancën gjyqësore për zhdukjen e Jan Prengës, ku shoqërua me forcë për të dhënë dëshminë e tij. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe i dyshuari tjetër Aldo Majnishta, ndërsa gjykata rrëzoi kërkesën e të pandeurit Festim Beshdili për të shfaqur në seancë pamjet filmike të resortit ku u vra Jan Prenga. Në gjykatën e apelit të posaçëm vijon procesi për Festim Beshdili në lidhje me rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Gjatë seancës së premtes, u shoqërua nga punonësit e policisë Dritare Xhepi për të dëshmuar në gjykat, pasi ai refuzoi të paraqitej me vullnetin e tij të lirë një ditë më parë. Por Xhepi nuk pranoi të japë sqarime në lidhje me rrëmbimin e Prengës, me pretendimin se nuk kishte gjë për të thënë. Nga ana tjetër, gjykata rrëzoi edhe kërkesën e avokatit të Beshdilit, i cili kishte kërkuar që pamjet filmike të kompleksit Golden Resort të kthyereshin nëpërmjet një eksperti. Ndërsa në seancën e sejntes u shoqërua në gjykat për të marrë në pyetje në cilësinë e dëshmitarit, edhe Aldo Majnishta, që njësoj si Xhepi, refuzoi të japë sqarime. Ai është përmendur nga progre posaçme si një nga personat që ka marrë pjesë në rrëmbim dhe më pas së bashku me Beshdilin kanë ndihmuar në zhdukjen e trupit të viktimës. SPAK akuzon si organizator dhe financues të rrëmbimit Dritare Xhepin, që po gjykohet në një tjetër proces, ndërsa shkak për ngjarjen u bë grabitja një sasie kokaine në një port të Anglisë. Murtaja baktive shfaqet edhe në Devoll. Një rast me këtë virus është konfirmuar në një fermë të Imtesh në një fshat të Devollit. Autoritetet veterinare thonë se në zonë nuk ka vatra të tjera infeksioni, ndërsa po bëhet asgjësimi i baktive të prekura. Një tjetër vatër e murtajës së ruminantëve të vegjël u zbulua në fshatin Shuec të bashkisë Devoll. Në tufën me 170 dhi dhe dele të blektorit Florian Bode, kanë ngordhur 13 krerë. Po i pam nga disa shenja që na kishin dërguar në bazë mesazhet të shërbimit veterinar, konstatuam që ishin ato dhe lajmëruam ata për verifikim. Shteti na ndihmoi, sa ka mundësinë, na ndihmoi se ne jemi, si thonë që ta hapur tani. Dëmi për llogaritur nga plasuar për redentine që ka mbledhur në ato janë rreth 20 milionë. Shërbimi veterinar i Korçës po merr masa për zgjësimin e kafshëve të prekura. Nga kontrolli në qarkun e Korçës nuk kanë rezultuar vatra të tjera nga sëmundja që prek baktitë e imta. Në firmat e tjera të cilat janë komshi ose ngjitur me këtë firmë, nuk kemi asnjë lloj problemi. Tani për tani, vatër tjetër të firma të tjera nuk kemi. Jo në këtu, në tre qarkun e Korçës, është vetëm e vatër që na shfaqur gjithë tani. Ne do kryejmë një hetim të hollësishëm epidemiologjik që të shohim na ka ardhur shkaku i kësaj sëmundje. Për të parandaluar përhapjen e infeksionit, zona prej 3 kilometër që përfshin fshatrat Shuec, Rakick dhe Zagradec është vendosur në karantinë. Lëvizja e baktive nga kjo zonë në një zonë tjetër është ndaluar, ndërkohë në këtë periudhë veterinerët i bëjnë thirrje fermerëve të mos shesin e blejnë kafsh në tregje. Sëmundja përhapet shpejt tek baktit, por sipas specialistëve nuk shfaq rrezik për njerëzit. Është mbyllur sot pelegrinazhi në kishën e Shënandot në Laç. Mira besimtarë që dje në darkë kanë shkuar në këtë vend të shenjtë për lutjet e tyre. Kjo traditë e rrënjosur thellë në besimin popullor mbledh çdo vit pelegrin nga të gjitha trevat.
Duke uruar njëri tjetrin ju ndihmofsh na ndodh dhe me bestimin e thellë në shpirt se ky vend bën mrekulli, Mira Bestimtar përmbylli në këtë 13 qershor pelegrinazhin e përvitshëm të 13 martave në Kishën e Laçit. Në vendin e shenjtë, besimtarët ndezin qirin në guvat e shkëmbimve dhe lutën në heshtje. Në Kishën e Shnandout nuk ka vend për shumë fjalë. Sipas ritualit, besimtarët kanë shpresë se thirrja e tyre e brendshme dëgjohet. Engelan Basha ka ardhur nga Lushnja me bashkëshorten për të lutur që Zoti t'i gëzojë pas shumë vitesh martesë. Lutëm Zotit për një bashkëshortën time për një fëmijë, se s'kemi për 10 vjet që maturë, para kam marrë të dëshirë. Të tjerë besimtarë pohojnë mrekullitë që ka bërë ky vend. Po, kam qenë para 5 vitesh, edhe ka qenë një njeri që lifte si qenë. Ka këtu, kur ka ikë poshtë, ka folë tamam si njeri. Ju e keni parë vetë këtë? Vetë me sytë e mi. Besoni se ky vend bën mrekulli? Pa tjetër. Kemi besuar brez pas brez. Për shtetin një herë kryesorja të shtetit. Tjerat, Zotin ai pro. E veçanta e Kishës së Shnandout është se ajo nuk vizitohet vetëm nga besimtarët katolik. Unë me orizinë jam nga Kosova, po prej vitit 86 jetoj në New York. Çdo herë se vi këtu, vjen këtë pjesë. Është vend shejt, është vend mrekullive. Besoj se nuk është një vend se sipas thashë thano, po këto është një vend i fakt, i vërtet, i mrekullive, që ka ndodhur edhe janë njerëzit që dëshmojnë. Imzot Arjan Dodaj, kreu i Kishës Katolike, i cili udhëhoqi meshën e shenjtë, thotë se pelegrinazhi këtë vit përkoi me një moment të veçantë për Kishën Katolike. Kisha Katolike ndodhet në një vit jubilar, dhe viti jubilar një ndër karakteristikat më të veçanta ka që të vejë në qendër shtektimin. E kështu që në këtë vit, në këtë kishë jubilare, njerëzit kanë ardhur, kanë përjetuar një dinamik shumë ngushëlluese, bekuese. Lutjet e Imzot Arjan Dodajt shkojnë për të gjithë shqiptarët. Kisha para gjithashtu na fton me të vërtetë të jemi njerëz, të rekuperojmë ato vlera themelore të njerëzimit, të mirësisë, dëmshurisë, bujarisë, dashamirësisë. E kështu që kushdo, çdo dhe njeriu, vullnet mirë që vjen këtu, merr këtë përqafim hyjnor. E ky përqafim dëftohet nëpërmjet Shën Antonit që ka në krahët e vet Jezu Krishtin. Kisha daton që nga shekulli 13, Shnandou është një nga shenjtorët më të dashur për besimtarët katolik në Shqipëri. Tradita shekullore është përçuar brez pas brezi, pasi Shnandout apo Shën Antonit, i atribuohet fuqia e veçantë shëruese. Dhe përfundon këtu ky edicion informativ në orën 20, sheshi $, me kolegun Bardhi Sejdarasi, ndërkohë klikoni në abcnews.al për çdo informacion të fundit, si dhe na ndiqni në radio ABC 105 FM. Me njërë pas pak, War Update me Sari Doçin. Bashkë më takofshim të hënë në orën 19.